Partia Socialiste merr 55.7%, 8 mandate, 55.2 ka pasur 2021, po 8 mandate. PD 26.9, 4 mandate merr me këtë rezultat të sondazhit, 41.5 ka pasur në 2021, këtu është për llogaritë dhe një mandat që e kishte LSI-ja dhe në 2021 kishte 6 mandate. Nisma Shqipëria bëhet 7.3% merr sipas në 11 maj, sipas këtij sondazhi dhe merr një mandat. Partia Mundësia 6.6 merr gjithashtu një mandat. Socialdemokratët 1.2, Lëvizja Bashk 2, Koalicioni Euroatlantik 0.1, Djathtas për Zhvillim 0.1%, të tjerët 0.1%, në 2021 të tjerët kanë qenë 2.9%.